إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt liksive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë për të keqen e nefsit tonë. Atë që Allahu zon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që e lën në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta zon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit të pashok, të pa ortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu na thirr në Kur'an duke na thënë: "O ju që keni besuar, vazhdoni të bindeni Allahut duke i respektuar urdhrat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij. Dhe mos ja lejoni vetvetes me vdekje ndryshe përveç se duke qenë musliman të nështruar dhe të bindur ndaj Tij." Vllazë ndashtën, nga mëshira e gjerë Allahut të lartësuar është që na ka lënë sezone të fitimit të shpërblimeve. Na ka lënë sezone të veprave të mira, ku me pak mund arrijim shpërblime madhështore. E jemi në fund të muajit Dhul Qa'da, në prag të hyrjes të muajit Dhul Hijja. Këta muaj të shenjtë të Allahut të lartësuar, jemi në prag të dhjetëshës më të mirë të vitit, të dhjetëshës së Dhul Hijjes, ku haxhit nga 4 anët e botës nisen dhe e mësyjnë Ka'ben e nderuar në Mekën e bekuar. Nisen që ta dëshmojnë robrinë e tyre ndaj Allahut të lartësuar. Nisen duke i thënë Allahut të përgjigjemi, lebejk Allahumma lebejk, të përgjigjemi dhe vazhdojmë të përgjigjemi të bindemi. Të gjithë haxhit e synojnë sinqerisht Ka'ben e Allahut të lartësuar, me vetëm që t'ju falen gjunahet e kaluar. E ne, përderisa jemi larg Ka'bes dhe këtej vit nuk na është mundsu mbase që të shkojmë në haxh, e kemi mundësinë tjetër të ardhë që Allahu i lartësuar me mëshirën e Tij na ka lënë mundësi të shumta që të fitojmë sevape madhështore. E këto 10 ditë të bekuara, për të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë afdalul ayyamud dunya, janë 10 ditët më të mira të dunjas. Pra edhe më të mira se sa ditët e Ramazanit, edhe më të mira se sa 10 netet, pra ditët e 10 netësit të fundit të Ramazanit. E vepra të mira, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ne ka treguar që në këtë dhjetë pëshoj më shumë tek Allahu i lartësuar. Allahu i dën dhe janë më fisnike tek Allahu i lartësuar. Si ti presim ne këto 10 ditë, të cilat fillojnë nga dita e mërkurë e ardhshme e deri në ditën e Bajramit. Këtë dhjetë të bekune, a duhet të kalojnë sikurse 10 ditë të tjera të zakonshme, apo duhet të përpiqemi më shumë se sa në ditët tjera të vitit? Këshilla të gjithë dietarëve është që sezonet e adhurimeve duhet përgatitemi me istighfar dhe tobe të sinqertë. Pse dietarët e përmendin toben dhe istighfarin para sezoneve të adhurimit? Nga se ne në sezonin e adhurimit po kërkojmë fitime, po kërkojmë me fitu nga Allahu i lartësuar, po kërkojmë që të na shpërblej, po kërkojmë nga Allahu i lartësuar në i falë gjunahet. E me së shumë ti çfarë na pengon që të dalin fitimtar, janë gjunahet tona që mujin me na u pengesë nga arritja e mëshirës së Allahut. Pra janë ato gjunahet e cilat ndërhyjnë mes nesh dhe mëshirës së Allahut. Ne vetvetes ja mbyllim derën e mëshirës së Allahut që më na përfshi. Prandaj të gjithë dietarët porositin që në fillim të sezoneve të adhurimit duhet ta ripërtrim pendimin ton tek Allahu i lartësuar. Duhet të shtojmë istighfare të shumta, duke po bënë një pendim gjithë përfshirës
për të gjitha ato gjunahe që i kena bënë të kaluara. Ato që i kemi bo me dije dhe ato që i kemi bo pa dije. Ato gjunahe të vogla apo të mëdha qofshi. Ato që i kemi harru apo ato që i mbajmë mend. Të pendohemi sinqerisht dhe ta lutim Allahun e lartësuar që mos na privojë neve nga mëshira e tij për shkak të gjunaheve që gjenden tek ne. Nga se gjunahet janë ato rreth e vronta që e pengojnë zbritjen e mëshirës së Allahut të lartësuar tek ne. Nëse ne kërkojmë falje tek Allahu, atëherë gjasat e më janë të mëdha që të arrijim këtë sezon, dalim fitimprusht. Dalim fitimtar në këtë sezon fitimprusht. Thot Allah i lartësuar: "Laula tastaghfirun Allah la'allakum turhamun." Sikur vetëm të kërkoni të falje tek Allahu, që në mënyrë të mëshiroheni. Pastaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, pjesa hadithit të cilën e lexojmë në çdo hutbë të xumas, a nuk ka kërkuar mbrojtje nga ligësitë e gjunaheve? Allahumma inna na'udhu bika min shururi anfusina, kërkojmë mbrojtje nga ligësia e shpirtrave tanë të pripër të keqe. Pra ne në çdo javë themi këto. Por çfarë nën kupton kjo? Nga se gjunahet vllazën kanë gjurmë, kanë pasoja. E vetëm me istikfar mujmë mi fshi ato pasoja. Sikur se mundjet që kur të godasin, të lojnë pasoja në trup. Ta molisin trupin, ta plogështojnë, ashtu janë edhe gjunahet. Ta molisin imanin, ta plogështojnë zemrën, e me istikfar e shërojmë, me istikfar e harnojmë, me istikfar e gjejmë ilaçin për gjunahet tona. Pastaj, përfitimin e këtyre ditëve, kemi nevojë që t'ja përkujtojmë vazhdimisht vetes vlerën e tyre. E hadithi pe haditheve më madhështore që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "If'alul khayra dahrakum." Bëni mirë në të gjithë kohën. Bëni mirë tërë jetën tuaj. Wa ta'arradu li nafahati rahmatillah, dhe ekspozoni veten e juaj para mëshirës së Allahut. Gjendeni në ato momente kur shfaqet mëshira e Allahut, kur zbret mëshira e Allahut të lartësuar. Fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi. Nga sa Allahu i lartësuar ka kohra kur e zbret mëshirën e tij dhe e përfshin me mëshirën e tij këtë doj prej robërve të tij. E lutim Allahun e lartësuar na bëj prej atyre robërve që na përfshin me mëshirën e tij. Mëshira e tij e cila ka përfshirë çdo gjë. E lutim Allahun të mos na privojë nga mëshira e tij. Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam: "Ma min ayamin", nuk ka ditë, asnjë ditë për këtë viti, "el-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr." Subhanallah, hadith madhështor. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej 365 ditëve, apo prej 355 ditëve hënore, veprat e mira në këtë 10 që janë më të dashura tek Allahu se sa në ditë të tjera. Pra nuk ka një ditë ku veprat tona të mira, çfarë do qofshin ato, peshojnë dhe janë më të dashura tek Allahu se sa në këto 10 ditë. A nuk duhet të jemi më të vëmendshëm për veprat të mira në këto 10 ditë se sa në ditët e kaluara të vitit? Padyshim që sahabët, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk i kanë kalu kalimve, sikur nuk ka thënë kur gjë. E kanë ditë që pejgamberi kur të fol me shpallje. In huwa illa wahyu yuha. Ai fol me shpallje për Allahut të lartësuar. Sidomos kur flet për çështjet e fesë. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thotë veprat e mira në këtë ditë janë më të dashura tek Allahu, sahabët nuk janë nal edhe me hesht sikur se na ndodh neve. E dëgjojmë një hadith dhe e kalojmë sikur mos më pas dëgju hiç. Sahabët këta shokë të dëshmuar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pyesin: "Wala jihadu fi sabilillah?" As jihadi në rrugt të Allahut nuk është më e dashur tek Allahu se sa vepra tjera në këto 10 ditë? Pse pyesin për jihadin? Pse stojnë as zakati, as agjërimi, as dhikri? Nga se e kanë ditë se jihadi, përpjekja për kauzën islame në rrugt të Allahut, është kulmi i islamit, është sakrifica më e madhe që mund të bëjë dikush. Allahu i lartësuar, për mes pejgamberit tij sallallahu alaihi wasallam, pyet përgjigje sahabëve dhe po na jep përgjigje neve. Që veprat e mira në përgjithësi, qofshin namazi, agjërimi, dhikri, sadaka, umrja, haxhi, në këto 10 ditë janë më të dashura tek Allahu. Janë më të dashura, nuk krahasohen me ditë të tjera. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wala jihad fi sabilillah." As jihad në rrugt të Allahut. Përveç një njeriu i cili del në rrugt të Allahut
me pasurinë dhe me jetën e tij dhe nuk kthehet me asnjërin prej tyre. Ky ka sakrifikuar çdo gjë që ka pas. Ase kanë ditë sahabët dhe kanë pyet për gjëran me kulmin e Islamit, me kulmin e sakrificës. Andaj në këtë sakrificë, të gjithë ne mund ta bëjmë me lehtësi madje, me shumë lehtësi. Vetëm suksesi është prej Allahut, duhet ta kërkojmë ndihmën prej Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar kur na përshkruan përfundimin e banorëve të xhenetit, nuk e përshkruan kot, po do të na tregu që bëhuni sikur ta dhe do ta keni këtë përfundim. Allahu i lartësuar thotë: "Innal abrara lafi na'im", me të vërtetë vepra mirë, të devotshmit, burra të mirë prej muslimanëve, do të jenë në vendbanime të begata. Ala al-ara'iki yanzurun, në koltuçe të ulur dhe vështrojnë dhe shikojnë. Ta'rifu fi wujuhihim nadrat an-na'im, në fytyrat e tyre vrehet lumturia. Nga shkëlqimi i fytyrave të tyre vrehet nga zllimi, përjetimi i përjetësisë së xhenetit, i begative të xhenetit. Yusqawna min rahiqin makhtum, khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Atyre u jepet të pinë pije nga enë të vulosura, pije të cilat në fund u vjen era misk. E Allah i lartuar për këtë shpërblim na nxit dhe na thot: "Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun", e për këta le të garojmë vepër mirë. Për këta le të bëjmë gara, se për dunja të gjithë ne dimë me bëj gara. Ama për ahiret kemi nevojë me për kujtuar vetvetes se gara e vërtet është gara për gradat e larta të xhenetit. Gara e vërtet është ai që e investon dunjan që mi fitu ahiretin. Ai që e shfrytëzon dunjan mi fitu këto kulturçe, këtë lumturi dhe këtë përjetësi në xhenetet e begatat të cilat Allahu i lartuar i ka përgatitur për besimtarët. Allahu i lartuar përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta thotë: "Wala tahqiranna min ma'rufi shay'an", mos nënvlerësoni asgjë për veprave të mira. Qoftë edhe një sadak sa gjysmë hurmës, sa një kokër hurme, as ta mos e nënvlerëson. Qoftë edhe më buzëqesh vllautën kur e takon, mi taku me çehre. Mi buzëqesh vllautën kur e takon edhe kur jep selam. As këta mos e nënvlerëson, nga se kjo në këto 10 ditë është më e dashur tek Allahu i lartuar se sa në ditë të tjera. Pastaj në këto 10 ditë është dita më e mirë e vitit. Është dita ku haxhit prej 4 anëve të botës mbledhen në kodrën e Arafatit, ku Allahu i lartuar krenohet me këta haxhi para me lajkeve. Para ku i krenohet? Para engjëjve të tij fisnik, të cilët i bindin Allah dhe nuk dinë mi bëj gjinahe. Në natyrshmërinë e tyre nuk dinë me bëj gjinah, nuk dinë me refuzu, i bindin Allah. Ta robër që janë fisnik, që janë në shërbim të Allahut të lartësuar dhe robërve të tij, në adhurim të këtë kohën, Allahu i lartësuar krenohet me haxhit në kodrën e Arafatit para me lajkeve. E kjo ditë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yahtasibu ala Allahi fihi an yukaffira as-sana allati qabla wa as-sana allati ba'da. Shpresoj që agjërimi i kësaj dite, shpresoj tek Allahu që agjërimi i kësaj dite mi fal gjunohat e kaluara dhe gjunohat e ardhshme. Për këtë ditë vllazën duhet të punojmë. Për këtë ditë minimumi është ta agjërojmë ne të cilët nuk jemi në haxh. Ndërsa ata që janë në haxh e bashkojnë namazin e drekës e ikindis në kohët e drekës, e nga koha e drekës e deri në akşam e lusin Allahun e lartësuar që t'ju falë gjunahet, që t'i bëjnë nga banorët e xhenetit dhe t'i amnistoj dhe t'i lërojnë nga zjarri i xhenemit. E lusim Allahun e madhruar që t'ju pranoj haxhive ton, haxhin, dhe t'na mundsoj dhe neve dhe t'na ndihmoj dhe t'na jap sukses dhe përkrahje që dëshmojmë edhe ne në kodrën e Arafatit në vitin tjetër e të jemi prej atyre haxhilerëve të cilët Allahu i lartësuar krenohet para me lajkeve dhe i ofal gjinohat e kaluara dhe kthehen në vendbanimet e tyre, sikurse në ditën në të cilët i kanë lindur nënat e tyre. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e falenderojmë, selamat dhe selavat e qofshin për me të dashin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Ne vëllezër të nderuar, në këtë dunja jemi në tregtim me Allahun e lartësuar. Allahu i lartësuar këtë tregti e ka përmendur në Kur'an duke na thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju që keni besu, o ju besimtar, "Ala adullukum, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim", a t'ju tregoj për një tregti që do të shpëtoni nga dënimi i dëmshëm, nga dënimi i tmerrshëm. A doni më t'regu për një tregti fitimprurse?
tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Me besoni Allahun e lartësuar. Kjo është ajo tregtia të cilën Allahu i lartësuar kërkon prej neve. Besojmë në Allahun e lartësuar, ta realizojmë besimin, ta ruajmë besimin, ta jetësojmë besimin me të gjitha ato frytet e tij. Pastaj wa tujahiduna fi sabilillahi, përpiqeni për kauzën e Allahut të lartësuar në rrugën e Allahut, me pasuritë e juaja, me shpirtat e juaj. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Kjo është më mirë për juve nëse vetëm meditoni, nëse vetëm ta dinit me të vërtetë. Yaghfir lakum dhunubakum. Jo fal Allahu gjunahet. Për kësaj tregtie çka fitoni? Jo fal Allahu gjunahet. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dhe ju fut në xhenete. Ju bën nga banorët e xheneteve, kofteve në të cilat rrjedhin lumej. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Vendbanime të përkryera, vendbanime të begatta në xhenetet e Adnit. Dhalika al-fawzu al-azim. Dhe kjo është fitoria madhështore. Vllazën dashën, Allah i lartësuar në Kur'anin famlar, kur e ka përmend xhenetin, na ka e thonë për vërtet që ta besojmë, të jemi të bindur në to, se po vallahi vështirë është mu ka për feje dhe mu përkushtu fesë nëse se ki në ekuacion xheneti. Po xheneti është ai ilaçi që bën çuditëra në sprovat e jetës së kësaj bote. Kur e përmend xhenetin, prandaj vjen lehtë mu çu për sabah. Kur ta përmend xhenetin, është e lehtë që më agjëru ditët e nxehta. Kur ta kujton xhenetin, vetëm për jetësinë e xhenetit, atëherë e lirë doket shpenzimet e haxhit. Se në këmbim është xheneti. Haxhi i pranuar nuk ka problem. Haxhi i pranuar që kryhet me përkushtim. Leysa lahu al-jazaa ila al-janna. S'ka problem tjetër për xhenetin. Andaj kur ta shtim në ekuacion xhenetin, që mi fitu me sakrificat, në adhurime dhe në sabër, në fatkeqësi, në sabër, në bindje ndaj Allahut dhe në sabër që mos më afro gjunaheve, vjen e lehtë, se shpërblimi është madhështor. Dhe çka do të shpenzon për këtë shpërblim madhështor, vjen e lehtë. E këtë dheqe, për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afdalul ayami dunya al-ashr, 10 ditët më të mira janë këto 10 ditë të Dhulhijhes, duhet të përpiqemi. Duhet të bëjmë përpjekje. Qoftë ajo me veprat më të lehta që mund t'i bëjmë, e që është ndërto më të lehta për gjuhë, dhikri, sadaka, mbajtja lidhje farafisnore, kryerja e namazeve obligative, pastaj zbukurimi këtyre namazeve me vepra nafile, sunete, falja e namazit të vitrit, me shku më najt në xhami, me lexu pak Kur'an, me mësu për fe, me agjëru, nëse ki mundësi agjëru 9 ditët, agjëroj 9 ditët, nëse s'ke mundësi 9 ditët, mos e lëmet ik ky shpërblim madhështor i agjërimit të ditës së Arafatit. Pastaj therrja e qurbanit në ditën e Bajramit, e vepra të tjera nafile të cilat ke mundësi t'i bësh. Thot një besimtar të cilën Allahu i lartësuar e ka përmendur në Kur'an. Ja i drejtohet popullit e vet. Ja qaumi, o populli jam, innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata'. Me të vërtet, jeta e kësaj bote është mata', është e përkohshme, knatësi, kalimtare. Wa inna al-akhirah hiya darul qarar. Ndërsa jeta e vërtet është jeta e ahiretit, ajo është vendbanimi i përjetshëm. Men amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Kush vën vepra të këqija, do ta merr ndëshkimin vetëm për ato vepra të këqija. Wa man amila salihan min dhakarin aw untha. E kush bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër. Wa huwa mu'min. Ky është kushti, dhe është besimtar. I bën këto vepra me niyet, me sinqerisht për Allahun e lartësuar. Fa ulaika yadkhuluna al-janna. Këta hyjnë në xhenet. Yurzaquna fiha bighayri hisab. Furnizohen dhe shpërblehen në këto xhenete pa hesab. E përfund në hadithin e gjatë të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përshkruan për jetimet e banorëve të varrit në barzakh, në stacionin e parë të ahiretit. Kur besimtari futet në varr, në hadithin e gjatë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thumma yatihi rajul hasun ath-thiyab. I vjen një njeri me rroba të mira, tib ar-rih, me erë të mirë. Fa yaqulu lahu, dhe i thot, abshir billadhi yasurruk. Myshde për ata që ka me të bëhet lumtur. Pra gjithë secilit prej nesh, kur të hyjmë në varr, do të na vjen ose një njeri në pamje të mirë e me erë të mirë, dhe do të na jep myshde,
ose Allahu na ruaj, do të na vijë një njeri me rroba të këqija, me erë të keqe, e do të na jep lajmin e keq. E lutim Allahun të na mbrojë të mos jemi pikë tyre. Po të jemi pikë atyre të cilëve ju vjen një njeri në rroba të bukura, në rroba të mira, me erë të mirë, dhe i thotë myshde, me ato është ka me të lumturu. Dhe ky person, dhe ky besimtar nuk e njeh, thotë kush je ti? A bën më tregush kush je? Ana amaluku salih, unë jam vepra jote e mirë. Unë jam vepra jote e mirë, për të cilën je përgatit për takimin e kësaj dite. Jam ajo vepër të cilën ki sakrifikua, ki prish gjumin e natës, mu falë, natën. Jam ajo vepra që në të ftoft e në të nxehtë, je bin ndaj Allahut të lartësuar. I dalë në xhami. Qoftë edhe në 4:30 mi falë sabajin, i dalë në xhami. Herët po je dalë, ki sakrifiku, se i koni bindën që kjo ditë në varr e në ditën e gjykimit kimi taku këto vepra të mira. Thot Allahu i lartësuar, men amila salihan fali nafsi, kush bën vepra të mira e bën për veten e tij, wa man asaa fa alayha, e kush bën vepra të liga dhe të këqija, edhe këta i ka për veti. Andaj ne të jemi për atyre robërve të mëshëm të cilët e lutim Allahun për ndihmë dhe për sukses, dhe kërkojmë ndihmë dhe sukses për Allahut të lartësuar, dhe kërkojmë që të mos na lej të mbështetim në vetët tona, qoftë as sahab e mbyllësyt, po e lutim Allahun të na jap sukses dhe të na përkrah dhe të na lejtojë veprat e mira. E në veçanti në këtë dheshe më të mirë të vitit, qofshin ato veprat edhe më të vogla të mira. E për këtyre veprave më të mirë të lehta, që madje as nuk ki mund fizik mi bo, është njëra për veprave të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzu. Është për veprave më madhështore, është dashamirësia ndaj muslimanëve, dashamirësia ndaj besimtarëve, mi au dashë të mirë. Mos e le që asnjë besimtar që e takon në këto 10 ditë vetëm duaja të mirë. Shpreso tek Allahu që Allahu mi fut në xhenet, mi dhon të mirë në këtë botë dhe mi mbrojt nga zjarri dhe dënimet e botës tjetër. Allahu i lartësuar është shekur, është vlerësuesi më i mirë. Shpërblen edhe për jetët tuaja, shpërblen për dashamirësinë nëse shem mirësinë në zemrën tënde. Allahun e lartësuar lutim të na jep të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër dhe të na ruaj nga dënimi i varrit dhe nga dënimi i xhenemit. E lutim Allahun e madhruar të na begatoj në imanin ton, në shëndetin ton, në mirëqenien ton, të na ruaj nga sprovat e dunjas dhe ahiretit, të na ruaj nga sprovat e jetës së varrit dhe nga sprovat e Mesihut Dejjallit. E lutim Allahun e madhruar me emrat e tij të bukur ta përmirësoj gjendjen e besimtarëve kudo që gjenden. Dhe e lutim Allahun e madhruar që haxhilerëve të qytetit ton dhe të vendit ton t'ia uletoj rrugën për në haxh, t'i mbrojë nga rreziqet e rrugës, t'i ndihmoj me belajke, t'i ndihmoj me ndihmën e tij dhe me kujdesin e tij, të t'i ruaj, t'i jep sukses në pranimin e haxhit, t'i jep sukses dhe t'i ndihmoj të lutem për vetët e tyre, për familjet e tyre dhe për besimtarët kudo që gjenden. E lutim Allahun e madhruar që zemrat tona të na i gëzoj me fitore të afërt për muslimanët në Palestinë, dhe t'ja përmirësoj gjendjen dhe t'ja largoj sprovën e të cilën i ka goditur. E lutim Allahun e madhruar dhe me emrat e tij të bukur dhe cilësitë të larta të na ndihmoj t'i bindemi Allahut derisa të takojmë dhe ta jetë i kënaqur me neve. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa aqimus salah.